Mbrëmjen e së premtes në hollin e Teatrit Migjeni në Shkodër u zhvillua ceremonia e aktiviteteve përmbyllëse të festivalit një mujor letrar mbarkombëtar ku shkojnë fjalët. Ky festival tashmë tradicional i organizuar nga Biblioteka Marin Barleti në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës ka mbledhur gjatë gjithë muajit krijues letrar nga të gjitha treva shqiptare, si dhe autor të kompsive të tjera. Është zgjedhur periudha e letërsisë pas viteve 90, sepse pas viteve 90 ndodhen ose gjatë 90-s ndodhen disa ndryshime shumë të konsiderueshme që sigurisht kanë ndikuar edhe në letërsi. Aq më tepër që kanë ndikuar edhe në mënyrën se si shoqëria shqiptare sheh letërsinë, sheh poezinë, sheh artistin, dhe sigurisht në këtë mes vetë artisti, vetë shkrimtari, vetë poetët, në këtë rast ne kemi shumë poete, ose shkrimtare gra, dhe më thënë se ka ndryshuar diçka edhe antropologjikisht nga pikpamja e shoqërisë shqiptare, dhe me të vërtet pikërisht kjo periudhë vlen të studiohet. Kemi nga gjitha trevat edhe kam kënaqësinë me theksu që kemi edhe një poete shumë të njohur malazeze, Lena Ruth Stefanovic, prania e cilës na lën me kuptu që në vitet e ardhshme ky festival mundet me u kthye edhe në festival rajonal. Për shkakun edhe se Shkodra, siç dihet, është një qytet kufitar, por jo ndarës, por përbashkues kulturash. Pjesëmarrja në takimet posaçërisht si këto letrare edhe posaçërisht në Shkodër është një nder edhe privilegj i veçantë. Aq më tepër kur bëhet fjalë për një temë shumë të rëndësishme për letërsinë pas viteve 90, një datë ku bëhet një kthesë e madhe historike dhe kulturore në përgjithësi, jo vetëm në politikën, por në kulturën e letërsinë shqiptare. Dhe në këtë sens besoj që ky aktivitet do shërbejë edhe si piknisje për ndërmarrje të tilla të ngjashme, për të organizuar tryeza studimore, diskutime, debate që janë as nevojshme për kulturën shqiptare dhe letërsinë posaçërisht letërsinë. Në qendër të vëmendjes së aktivitetit përmbyllës që pasoi ditën e shtunë ishte krijimtaria e 14 autorëve, shkrimtar, poet dhe studiues, veprat e të cilëve u analizuan dhe u vlerësuan për kontributin që japin letërsisë bashkëkohore shqipe. Diskutimet u përqendruan jo vetëm në krijimet letrare të secilit, por edhe në mënyrat se si këto, me vlerat e tyre, mund të zgjerojnë me tej hapësirën e bashkëpunimit mes autorëve.